rezultatet. Qëndrimet aktale, prandaj po them, qëndrimet aktale janë ndërthënë se ato se çfarë ata realisht po prezantojnë gjatë. Kjo është ideja, pra unë po duhet të them që këto qëndrime më japin indikacione që është disa gjëra pozitive kanë lëvizur, partitë politike kanë marrë disa mësime. Por të mos janë instrumentale në kuptimin se janë vetëm për momentin, janë vetëm sa për të fituar një përkraje dhe pastaj mos eventualisht do të ndryshohet çështja pas përfundimit të zgjedhjeve për të bërë përsëri të betonuar në qëndrimet që kanë pas. Gjithsesi, qytetarët do dalin në zgjedhje dhe uroj e ftoj njëtën kohë së Bashku me Kenanin që dalja në zgjedhje të jetë masive, jo vetëm për shkak se kjo mund t'i kontribojë një parti ose ju. Madje ju e dini që fare nuk më intereson kjo çështje. Më intereson se zgjedhjet kanë një legitimitet më të madh, të kanë një pranueshmëri më të madhe, që njerëzit sido që tjetë kuptojnë që demokracia jonë, përtej ngërçeve që i patëm edhe që uroj t'i kalojmë, e t'i kemi kaluar tashmë, të formohet si shprehje vullnetit politik të njerëzve. Dhe në këtë aspekt unë konsideroj që zgjedhjet janë instrumenti i vetëm dhe i duri që të jetësohet demokracia jonë që është në proces të ndërtimit. Kenan? Vërtet, në këtë fushat kemi pa një ullje të urrejtjes kështu publike që ka ndodhur më herët si që ka ndodhur në disa prej fushatave të këtij vitit. Ma shumë ka pas teori emocionale që kanë përdor nga njerë liderët e subjekte politike, sësa që kanë biseduar ose kanë trajtuar çështjen e debateve përmbajtësore për plan programet ose programet e tyre. Është dallim domethënë në këtë zgjedhje që kanë shndruar më shumë përmbajtje emocionale sesa ato që kanë trajtuar dhe shpërndar plan programin e tyre. Për mua mbetet shqetësim, sepse nga njerë flasin këta liderët për të kaluarën, nuk flasin për tanishmën, që i dallon për shumë zgjedhjeve të tjera dhe mundohen të jenë më të kujdesshëm se sa hera apo veprime tjera. Në këtë zgjedhje apo në këtë fushat e kemi parë vullnetin më të madh të subjekte politike për të dalë në debate edhe për të ballavaçuar mes kandidatëve, niveleve që është shumë më mirë se sa aja që ka qenë më herët, domethënë në fillim të vitit, që është një dallim prej kësaj fushate me fushatën e kaluar. Dhe çfarë mund të ketë ndikuar realisht Kenan? Është ndoshta dalja më e vogël e qytetarëve në përtubime, pastaj mesazhet që kanë do t'i përcjellin përmes studiove televizive apo E para, qytetari i Republikës Kosovës nuk e do gjuhën e urrejtjes, nuk e do gjuhën e fyrjes dhe ignorancës, dhe ju e keni vërejtur që shumë kandidatë që kanë shpreh edhe kanë vepruar një çështje të tillë edhe në zgjedhjet negativ, domthonë është një përparësi, kanë identifikuar subjekte politike në instancë të tillë që ka reflektuar pozitiv. Domthonë këtë rast është për mi falenderuar kandidatët dhe subjekte politike. E dyta, më mirë është e kanë identifikuar më mirë është më konë afër qytetarit, me komuniku se sa mos me komuniku fare. E të njëjtën kohë që